Një efektiv i forcave RNA u vra dhe 2 të tjerë u plagosën në Lazarat mëngjesin e së mërkurës. Vrasja ndodhi herët në mëngjes kur policia lokale, FNSH dhe RNA kishin nisur një operacion për kapjen e personave që kishin qelluar me armë gjatë natës në drejtim të efektive të policisë së shtetit që kryen shërbim në Lazarat në Gjirokastër. Gjatë operacionit, forcat RNA janë qelluar me breshëri armësh dhe përpasoj ka humbur jetën efektivi Ibrahim Basha, i cili i ka ndërruar jetë ndërsa po shkonte në spitalin e Gjirokastrës. Ndërkohë janë plagosur 2 kolegët e tij, Perlat Hamitaj dhe Jetmir Isaj, të cilët po trajtohen në spitalin e traumës në Tiranë dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Policia tha se gjithçka nisi në orën 2:30 të mëngjesit, ku forcat e FNSH-s mbi shpularin të kryqëzimit që të çon në lagjen Lenzat janë qelluar me armë zjarri nga drejtimi i qendrës së fshatit Lazarat nga persona të pa identifikuar. Po kushtu, në orën 4:44, grupi tjetër i FNSH-s që ishte me shërbim në vendin e quajtur Furra e Bukës në Kordoc, njoftoi se nga qendra e Lazaratit ka të shtëna me armë zjarri. Pas kësaj situate, forcat RNA nisën operacionin në orën 9 të mëngjesit për kapjen e grupit dhe personave të armatosur, ndërkohë që forcat RNA po udhtonin me një mjet Volkswagen me targa MB060AA janë përballur me breshërinë e armëve në vendin e quajtur Pularia dhe përpasoj ka mbetur i vrarë Ibrahim Basha dhe janë plagosur 2 efektiv të tjerë. Policia ka arrestuar Giulio Malon, ndërsa në makinën e tij u gjet një arsenal armësh, një automatik Kalashnikov, një pushk model 63, një pushk model 56, 3 gjoja të qitura model 56, një ndezës, një granatë armatosur, një këmbës mitralozi, një thes lini mbushur me fishek të kalibrave të ndryshëm dhe fishek mitralozi, një kaset fishekësh me disa krëra, 4 kallëpe tritoli, disa fishek 12.7 mm, 2 radiokomunikimi dhe nësemarrëse për distancë deri në 5 km, 3 aparat celular si edhe 3 qese farmaceutike të dyshuara si kokainë. Gjithashtu gjatë kësaj kohe është bërë shoqërimi edhe i 7 shtetasve të tjerë nga fshati Lazarat për të parë nëse kanë lidhje me ngjarjen apo jo. Ndërkohë, forcat e policisë mbajnë në vëzhgim grupin armatosur që ndodhet tek Pularia në Lazarat. Në operacion po marrin pjesë grupe të tjera të FNSH-s dhe RNA-s, si edhe janë angazhuar 2 helikopterë të ushtrisë për të transportuar forcat e policisë. Në policinë e Gjirokastrës ndodhen dhe krerët më të lartë të policisë së shtetit për të drejtuar aksionin.